Në kuadër të zbatimit të projektit për ndërtimin e ujësjellësit të ri të qytetit të Vlorës, gjatë ditëve të fundit kanë vijuar punimet në terren për lidhjen e nyjeve të rrjetit të ri me rrjetin ekzistues. Ky investim i rëndësishëm synon modernizimin e infrastrukturës ujore dhe përmirësimin e furnizimit për banorët dhe bizneset e qytetit. Gjatë ditës së martë, ekipet teknike u përqendruan në disa prej zonave kryesore të qytetit, përfshirë bulevardin kryesor, lagjen 24 Maj, si dhe zonën e njohur si shinat e trenit. Ndërhyrjet në këto pika konsiderohen kyçe për integrimin e sistemit të ri me rrjetin aktual, si dhe për garantimin e funksionimit efikas të tij në të ardhmen. Në kuadër të këtyre punimeve, ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë u detyrua të kryejë takimin e përkohshëm të stacionit kryesor të furnizimit me ujë. Si pasojë, u ndërprer për disa orë furnizimi me ujë në disa prej zonave bregdetare më të frekuentuara të qytetit, si Uji Ftohtë, Lungomare, 10 Korriku, Kalaja dhe Jonufra. Ndërkohë, pjesa tjetër e qytetit do të përballet me ndërprerje të furnizimit vetëm gjatë orarit të pasdites të së martës, në varësi të dinamikës së punimeve dhe nevojës për menaxhimin e rrjetit. Sipas njoftimit zyrtar, situata pritet të normalizohet brenda një kohe të shkurtër. Furnizimi me ujë do të rikthehet në parametra normal gjatë mëngjesit të ditës së mërkurë, sapo të përfundojnë ndërhyrjet teknike dhe të stabilizohet sistemi. Autoritetet e ujësjellësit kanë kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve dhe subjekteve private për këto ndërhyrje të përkohshme, duke theksuar se bëhet fjalë për një investim madhor, i cili pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e cilësisë dhe sigurisë së furnizimit me ujë në të gjithë qytetin e Vlorës. Ky projekt është pjesë e një strategjie më të gjerë për përmirësimin e infrastrukturës publike, si dhe rritjen e standardeve të furnizimit me ujë. Në përfundim të tij, pritet që problemet e herpaseshme me furnizimin me ujë të reduktohen ndjeshëm, duke garantuar një shërbim më të qëndrueshëm dhe më efikas për komunitetin.